Trajner, ishim edhe vetë se duke diskutuar një ndeshje e vështirë ishte për juve, në njërën anë ju pa dy lojtarë të cilët janë lojtarët ndërkryesorë të skuadrës, por në anën tjetër edhe një trep që aktualisht po kalon një formë fantastike, e vështirësoi edhe shumë më tepër këtë ndeshje për juve. Çka më thonë, ata rastisht nuk janë kampion të Kosovës, po saqërisht kur bëhet fjalë për një staf teknik aq profesional, aq të mirë, për ata lojtarë të cilët i kanë jashtëzakonisht të mirë për një organizim të cilin e kanë, ata duhen vetëm u përgëzu. Sa i përket lojës tonë, po marrë parasysh që lojtarë kryesor nuk kanë luajtur, nuk justifikohet mos me jap 100% në terren. Në anën tjetër ja uroj fitoren klubit të basketbollit Trepça dhe edhe në të ardhmen suksese, mendoj që kanë me qenë një ndër pretendentët kryesor për titull kampionit. Faleminderit shumë trajner. Faleminderit ju. Atëherë ishim edhe me trajnerin Bujar Luci, kaq nga ky takim të nderuar shikues, ju njoftoj të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion nga Unë Piana, natën e mirë.